Mirë se jeni rikthyer në 0 kilometër. Kjo pjesë i dedikohet një Volkswagen Tiguan hibrid. Dizajni i jashtëm është modern dhe elegant, me linja të pastra dhe detaje të sofistikuara që e bëjnë Tiguanin hibrid të dallohet nga çdo ambient e të duket elegant dhe të rreqës. Pasqyret anësore dhe dorezat e dyerve janë në ngjyrën e makinës, me kallëpe kromi në xhamat anash. Ky model ofron siguri dhe stabilitet. Xhami izolues i jeshil përfshin dhe xhamat pas, ndërsa parakolpi ka ngjyrën e trupit dhe struktura e kromuar shton një prekje luksoze. Se Tiguani ka bërë një ndryshim kaq të madh në gjeneratën e re? Po patjetër, sepse ka pasur të nevojshme dhe tregu për të sjellë disa ndryshime. Ndryshon shumë nga varianti i mëparshëm, nga gjenerata e dytë e tij, që është gjenerata e tretë, ka bërë përmirësime në dizajn, jo vetëm, ka bërë përmirësime në volum, në teknologji, në platformën MQB, që është platformë e avancuar dhe tashmë i kanë vendosur edhe një prapashtesë Evo për t'i dhënë edhe rëndësinë dhe ndryshimin që ka ajo nga varianti i mëparshëm i platformës MQB. Në pjesën e dizajnit të jashtëm, çfarë kanë shtuar ekstra në këtë variant të ri të Tiguanit? Kanë vendosur si standard ndriçimin IQ LED Matrix, kanë vendosur një strip LED në pjesën e parme të saj, por logoja akoma nuk vjen e ndriçuar. Me një motor 1.5 TSI turbo dhe një motor elektrik të fuqishëm, Tiguan hibrid ofron një sistem të kombinuar me 204 kuaj fuqi. Ky sistem i avancuar lejon një autonomi elektrike deri në 112 km, duke e bërë të përsosur për udhëtimet ditore pa nevojën e karikimit. Bateria e tij Li-ion me kapacitet 19.7 kWh mund të karikohet në shtëpi ose në stacione publike, duke ofruar fleksibilitet maksimal për përdoruesin. Së pari është motori tradicional me djegje dizel, ai ofrohet në një cilindrat 2 mishe dhe në variantin e fuqisë motorike 150 dhe 193 kuaj fuqi. Po ashtu brenda këtij motori ofrohen dhe 2 variante të tërheqjes, ai i sistemit aktiv përpara dhe varianti 4x4. Dinamika konsiston edhe në ndryshimin e platformës mbi cilin Tiguan është ndërtuar. Kjo i ofron atij jo vetëm qëndrueshmëri, por siguri në rrugë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që pasagjeri dhe shoferi nuk e ndjejnë aq shumë udhëtimin. Pra udhëtojnë më komod, më të lehtë. Tiguan ofron një siguri maksimale në rrugë. Sistemi i matjes së sigurisë NCAP e kategorizon Tiguanin me 5 hyje, që do të thotë siguri e lartë në aksidente. Dhe ajo që dua të theksoj është që niveli më të lartë të mbrojtjes ai ofron për fëmijët dhe për këmbësorët. Nga brenda, ndriçimi i ambientit ofron 10 ngjyra, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe të rehatshme. Ky automobil është projektuar për komfortin maksimal. Mirë, goxha i bukur brenda Tiguani i ri. Megjithëse shikoj që butonat e timonit i ka ruajtur. Po. Si gjithmonë e orientuar drejt detajeve, shumë mirë. Më vjen mirë që u personove nga pjesa e brendshme, nga interiori i Tiguanit të ri, dhe është e vërtetë në fakt, inxhinierët kanë bërë një punë të mrekullueshme. Menjëherë të bien në sy jo vetëm që kanë ruajtur butonat në timon, por të bien në sy ekrani 15 inch që është super i madh. Po. Dhe që patjetër është zmadhuar, dhe që të ofron një entertainment të mrekullueshëm, ti mund të lidhesh telefonin, mund të pasqyrosh çdo gjë që ke në telefon, mund ta pasqyrosh në ekran, dhe ajo që është shumë e rëndësishme në fakt është qendra e marrjes së njoftimeve. Çfarë do të thotë? Po të shtypim këtë mesazhin këtu, mund të shohim që këtu kemi disa njoftime. Të gjitha këto njoftime vijnë si pasojë e mjetit që është i lidhur në rrjet. Dhe do të thotë që të gjitha njoftimet që lëshon fabrika për përditësimin e programit të Tiguanit të vinë këtu dhe ti mund të bësh update-in e sistemeve online pa pasur nevojë që të vish në koncesionar. Po ti referohemi variantit të vjetër të Tiguan, ti do të vije re që leva e ndryshimit të marsheve ka qenë këtu. Po nuk është më këtu. Ajo ka shkuar tashmë tek timon, duke asociuar pak edhe me makinat elektrike. Pra, të gjitha makinat elektrike, levën e ndryshimit të marsheve e kanë në timon.
tavani panoramik shtrihet për gjatë gjithë pjesës së tij dhe tashmë nuk është fiks, por edhe mund të hapet. Pra ti mund të marrësh oksigjen. Ajo që vlerëson për të theksuar te ky variant është sedilja me masazh. Pra sedilja elektrike që të ofron jo vetëm lëvizjen e saj, pozicionimin e saj në mënyrë elektrik, masazhin, por që të ofron edhe sistemin e rregullimit të temperaturës. Pra e kemi dhe me ngrohje dhe me ftoje. Ky automobil do t'ju ofrojë gjithçka që ju nevojitet për një përvojë të këndshme dhe të sigurt në rrugë, duke kombinuar stilin, komoditetin dhe teknologjinë më të avancuar. ID Buzz 2025. Do të nisemi në një udhëtim për të provuar së bashku funksionalitetin dhe të njihemi më mirë me këtë model. Për këtë na ndihmon Sofien Bardhi, konsulent shitjesh në Volkswagen Albania. Unë po prisja në fakt kur më thanë që kemi një ID Buzz, po prisja në një gjë me ngjyra, një gjë pak hipi. ID Buzz ofrohet me 2 ngjyra të ndryshme, por ky është më klasik, e kemi zgjedhur një vetëm të zi. Unë do të sugjeroja që të vazhdojmë tani të bëjmë test drive-in. Patjetër, unë kam pak më merak se nuk e di si është pjesa e brendshme makinës sa komode është, se nga jashtë duket shumë e madhe dhe nuk e di sa do arrit ta manovroj. Momenti që do afrohesh me timonin, do e ndjesh veten shumë e familiarizuar me gjithë hapësirën e brendshme. Do shikojmë edhe le të themi opsionet që ka makina ofron. Patjetër, do të eksplorojmë rrugës. Jemi gati të shkojmë? Nisemi. Dikur ishte thjesht një ide, një kuti e bardhë mbi rrota që u kthye në simbolin e lëvizjes, të udhëtimeve pa destinacion dhe shpirtit të lirë të viteve 60. Volkswagen Buzz, ose siç e njohin të gjithë, Bulli, nuk është thjesht një mjet transporti. Ishte shtëpi mbi rrota, mik i çdo aventure dhe dëshmitar i një epoke të artë. Sot, pas dekadash frymëzimi, ai është rikthyer. ID Buzz nuk është vetëm një homazh për të kaluarën, është rilindja e saj në një trup modern, elektrik dhe plot energji. Një legjend është rikthyer, por këtë herë nuk lëshon më gaz, lëviz me energji të pastër dhe shpirt të njëjtë si dikur. Udhëtimi shumë i rahatshëm me ID Buzz. Se në realisht ajo që mendova sapo hipa, ishte që është një makinë shumë komode. Do me thënë edhe nëse do ishte një mami, po themi, që mund të ketë frikë dhe sapo ka marrë patentën, edhe duhet mbaj atë përgjegjësinë e madhe që të marri fëmijët e saj që mund të jenë 2 a 3, do të marri gjyshen me vete, gjyshin e fëmijëve, mund të ketë edhe një kafsh, një qenush të vogël. Patjetër që do të kishte shumë të rehatshme makina dhe nuk është as pak për të trembur matësia e saj nga jashtë. Përkundrazi, volumi të ndihmon shumë për të futur çdo gjë të mundshme në këtë mjet. Siç u thash, pavarësisht se madhësia në dimensione ID Buzz është e madhe, ajo të ofron një guidë shumë komode, shumë të qetë, shumë të rehatshme për çdo që vjen. Aq më tepër, dimensionet janë shumë të mira për një familje të madhe. Ky version ofrohet me 5 dhe me 7 sedilje. Që ka goxha komode dhe në pjesën e rrugëve që neve në Shqipëri nuk është se i kemi të gjitha autostrada, dhe duke menduar që mund të bësh një road trip në për rrugë fshati, në për zona rurale, është perfekte. Do me thënë nuk e ndjen shumë, është goxha e lartë. Fushpamjen e ka shumë të mirë, është perfekte. Megjithëse ne kemi kameran edhe megjithëse kemi gjithë të kamera përpara, është fushpamja super. Ndërkohë më fol pak për pjesën e proskotit, çfarë opsionesh ka? Pavarësisht se ID Buzzi bazohet tek bulli i vjetër, pra tek transporteri të 2 i vjetër, ai ofron të gjithë inovacionet të mundshme që Volkswagen ofron. Plus edhe pjesa e ekranit përpara. Ekrani i madh për 12 inçesh. Po, më fol pak për opsionet që ka ekrani dhe me çfarë na ndihmon. Të gjithë funksionalitetet e makinës ofrohen tek ekrani, duke filluar navigatori, radioja, klima, ngrohjet e 2 sedileve, të gjithë komandat që juve jepni janë të gjitha të impostuara në këtë ekran. Në sipërfaqen retro-futuristike gjendet një motor elektrik me fuqi 150 kV, ekuivalente me 204 kuaj fuqi, i ndërtuar me efikasitet të lartë dhe pas një emetim të dioksidit karbonit. Ky motor
ofron një përvojë vozitje të pastër dhe të qetë. Flasim pak për fuqinë motorike që ka ID Buzz. ID Buzz ka një motor shumë të fuqishëm, ofrohet me 2 bateri. Po. Njëra është me 77 kW. Ka është një makinë elektrike. Elektrike është. Se nuk e përcaktuam që në fillim, po është 100% elektrike. Është shumë e rëndësishme të dimë se sa kohëzgjatja e karikimit të kësaj makine elektrike, sepse udhëtimet që mund të bëj familja, që do ta përdor mund të jenë edhe të gjata. ID Buzz ofrohet me 2 bateri të ndryshme. Maksimumi mund shkojë deri në 487 km karikim të vetëm. Fal teknologjisë së re për karikimin e shpejt nga rryma direkte, karikohet nga 10 deri në 80% brenda 30 minutave. Po, që nga goxha mirë. Pra mund të stoposh diku, pi një kafe, ha diçka. Të ofron shumë, le të themi, ka një karikim shumë të shpejt, pra një konsum, një menaxhim të kohës shumë të mirë. Që në ekran më dalin opsione se ku mund të karikoj makinën, apo jo? Po. Ku është vendi më i afërt për të karikuar makinën nëse... Vendi më i afërt është 22 km nga këtu. Mirë, është goxha. Dhe sa na ka mbetur neve bateri? Dhe 94%, kështu që kemi goxha, mund të shkojmë ku do. Mund të shkojmë këtë tjetri radhës që ka vend karikim. Me një gjatësi 4.96 metër, gjerësi 2.2 metër dhe lartësi 1.95 metër, ID Buzz kombinon përmasat e një furgoni me aerodinamikën e epokës moderne. Sistemi sensorëve dhe i kamerët parkimit të mundëson që ty të lëvizësh lehtësisht si në një rrugë normale, si kjo, por në të njëjtën kohë dhe në qytet, ku lëvizjet janë pak më të vështira, le të themi, për arsye sepse kjo në fund ditës është më e madhe se makinat e tjera, por që gjithsesi është shumë e zhdërvjellët dhe ka një lëvizshmëri shumë të thjeshtë, të kollajshme. Në krahasim me një SUV, për shembull, nëse dikush një familjar do zgjidhte të merrte një SUV apo ID Buzz. Kjo varet nga qëllimi i një makine që ju do e përdorni. Do thotë që nëse juve jeni një familje e madhe që ju duan shumë hapësira, ID Buzz ju afron më tepër se një SUV. Dhe ndërkohë është dhe praktike për qytet. Le të themi që hyn tek makinat e mëdha mbi 4.50. Volkswagen ID Buzz 2025 nuk është thjesht një automjet elektrik, është një bashkëudhëtar i së ardhmes, me zemër të pastër, hapësirë pa kufi dhe identitet që ngjall emocione të vjetra në një epokë të re. Ajo që për shembull është për të thënë ose për të vlerësuar është që pjesët interiore dhe gjithë pjesët interiore është bërë nga materiale të ricikluara. Pra kjo është një Volkswagen Buzz, ID Buzz është eco-friendly, vetë Volkswageni mundohet që të jetë pro natyrës, duke qenë se divizioni i tyre është sa më afër uljeve ndotjes dioksidit të karbonit në ambient. Unë sugjeroj që ne të dëgjojmë pak muzikë, derisa të shkojmë në destinacion. Okej? Çfarë muzike të pëlqen? Sugjeroja të dëgjojmë Radio Klanin. Radio Klanin, patjetër që po. Kështu i erdhi fundi udhëtimit ton me ID Buzz, por dhe programit të ditës së sotme, duke falenderuar Sofielin për gjithë gatishmërinë e tij për të na prezantuar këtë model ikonik. Nuk mund ta mbyllim këtë udhëtim pa i dhuruar një bluzë me logon e programit, duke uruar të jetë një augur i mirë në rrugtimin ton. Miru takofshim në takimin e radhës.